Allahu Akbar. Edhe në qytetin e Elbasanit, besimtarët musliman falën namazin e Fitër Bajramit, ceremoni e cila u mbajt në sheshin Gensher. Qytetarë të grupmoshave të ndryshme, mes tyre të rinj dhe fëmijë morën pjesë në falje, e cila drejtohej nga Muftiu Agim Duka. Fitër Bajrami kremtohet pas një muaji agjërimi dhe sakrifice, një muaj i cili afron besimtarët më shumë me krijuesin. Në fjalën e tij, Muftiu i Elbasanit Agim Duka uroi besimtarët, duke theksuar rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës për ata në nevojë. Duka shprehu lutje për paqe në zonat e konflikteve. Që Zoti kapi begati dhe paqen në bar botën, ku sot shumë popull janë përballë konflikteve dhe përballë luftës. Gjejmë rastin sot në këtë ditë madhe të Fitër Bajramit, që lutjet tona të jenë për këto njerëz të cilët sot janë në konflikte. Ndërkohë edhe qytetarët përcollën urimet e tyre për këtë ditë, duke ndarë edhe zanafillën prej kur kanë nisur të agjërojnë për herë të parë dhe ndjesitë e këtij muaji. Lara, unë jam besimtar i Zotit, kam 40 vjet që fal namaz në Zot, kam namaz herë. Nuk ka xhenet thot Zoti vetë pa namaz. Inshallah Zoti e pranon lutjen ne kemi detyrë të lutim me Allah. Ne ditë për ditë kërkojmë paqen, ditë për ditë kërkojmë begatin, ditë për ditë kërkojmë mirësinë. Këto janë ato ditët që janë zyrtarisht njohura tek Zoti, të lejuara për festë, të lejuara për përkujtim. Mas adhurimit të madhështor, që është agjërimi i muajit Ramazanit, gjejmë rastin që të shkëmbejmë një tjetrin dashamirësi, të japim mesazhin e sakrificës për gjatë mirë. Pse e them këtë? Sepse sidomos në ditët tona merri vlerë të veçantë ky mesazh, ku e shohim që bota ka marrë lloj pështjellimi të vështirë, është fut në luftë ose në kërcënimin e luftës, ka shumë njerëz që vujnë, ka shumë njerëz që vriten. Atë në natyrshëm i kujtojmë një tjetrit që ja vlen me pas paqe, me pas dashni, me pas mirëkuptim me një tjetrin. Bajrami. Gëzuar Bajrami. I uroj gjithë shqiptarët gëzuar Bajramin, është një festë e bukur për ne muslimanët, edhe ta kalojmë sa më mirë dhe na gjej shëndoshë mirë dhe vitin tjetër. Festimet vijojnë në tryezën familjare, ku anfisat janë kujdesur të gatuajnë ushqime dhe ëmbëlsira të shumëllojshme. Në një ditë si kjo bëhet sadaka për më të varfrit.